bartës i listës i tyre, bartës i listës, në Gostivar, ditën e gjeshme, thot se komuna për 8 vjetë ka 20 milion euro budget, 160 milion euro budget, s'ka po asnjë investim, do fshatre kështu me radhë, pra shpif. Dy gjëra ka, ose shpifës, ose nëse thot për 8 është ignorant, nuk din. A na ngjan ne të votojmë qoftë për shpiksin, qoftë për ignorantin, nuk na ngjan. Pse shpifën? Për shkak se një shpif se prej aty me 20 milion euro që është buxheti mesatarish vjetor, gjysma shkon për dotacionet për shkolla, rrogat e arsimtarëve, në shkollat fillore të mesme, argjime tjera për shkolla. Pra ja, gjysmën e hekim këtu. Ai shpif se haron se vetë 7 vite ka qenë i punësuar në komunën e Gostivarit dhe buxheti komunal për atij buxheti bruto mjetet që ka dhënë atij është mbi 100.000 euro. Ai vetë ka marrë mbi 100.000 euro personalisht. Pra i dinë se shpif, ato shpifit dhe janë mësuar pra. 10.000 viti që buxheti për investime kapitale është 2 milion euro ka qenë. Tash inshallah rritet. Çfarë ka qenë? Ne themi se të angazhohemi për decentralizim, ta edhe profi, fatkeqësisht një ndër përtimet që ne nuk e bëm, dhe një ndër arsyet që dalën për qeverie është edhe mungesa e decentralizimit, se normalisht ne duhet më tepër financa edhe Valbonit, edhe Valdetit që të investojnë më shumë.